Mbi 12.000 vende pune janë vendosur nën kontroll gjatë muajit janar në kuadër të masave për formalizimin e tregut të punës dhe garantimin e të drejtave të punëmarrësve. Sipas të dhënave zyrtare, Inspektoriati Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shtetërore gjatë kësaj periudhe janë inspektuar 667 subjekte në të gjithë vendin, ndërsa janë vendosur 445 masa administrative për shkeljet të konstatuara. Po ashtu janë trajtuar 90 ankesa të paraqitura nga qytetarët dhe punonjës. Inspektimet në terren gjatë vitit 2025 kanë shënuar një intensifikim të ndjeshëm. Në total janë inspektuar 9.532 subjekte në rang vendi, nga të cilat 8.086 kontrolle janë kryer mbi bazë risku, ndërsa 963 inspektime janë realizuar pas ankesave të depozituar nga qytetarët dhe punonjësit. Nga kontrollet e ushtruara janë regjistruar 1.269 pezullime aktiviteti, 4.191 paralajmërime dhe 268 gjoba në rastet kur janë evidentuar shkelje të legjislacionit në fuqi. Shkeljet e konstatuara lidhen kryesisht me formalizimin e marrëdhënieve të punës, mos respektimin e kontratave, si dhe me sigurinë dhe shëndetin në punë. Rezultatet deri tanishme për vitin 2025 tregojnë progres të ndjeshëm në luftën kundër informalitetit. Sipas autoriteteve, 98% e punëmarrësve të identifikuar si informal janë formalizuar, ndërsa 2.538 punonjës të rinj janë deklaruar në skemën e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Si pasojë këtij procesi, të ardhurat në buxhet nga kontributet e sigurimeve janë rritur me rreth 28.3 milion lekë në muaj, duke reflektuar ndikimin e drejtpërdrejtë të masave të ndërmarra. Institucionet përgjegjëse theksojnë se kontrollet do të vijojnë me të njëjtin intensitet përgjatë gjithë vitit, me synim forcimin e lishmërisë, rritjen e standardeve në vendin e punës dhe garantimin e sigurisë për çdo punëmarrës.